madh opozitar me Vjosa Osmanin pjesë të saj. Çfarë po ndodh? Zëri mirë. Çka deklaratat e zotit Abdi Gjiko janë mediale, nuk ka pas komunikim ndërpartijak as më të voglin në lidhje me ardhjen ose mos ardhjen e Vjosa Osmanit. Në LDK nuk ka kryesi, edhe organi më i lartë i partisë është grupi parlamentar, për momentin për nuk ka pas asnjë informim ose indikacion për ardhjen e Vjosa Osmanit. Për çfarë po flet Abdi Gjiku atër? Mendoj që do të me thirrë Lumir Abdi Gjikun edhe me pyet se për kënd e mi organizuar me gjatë se për kënd e ka pas fjalën për zonjën Osmani ose për diçka tjetër, për mbrejen e shpatave, nëse shkojmë në zgjedhje nuk ka edhe tjetër alternativë, mirë po shqetësimi jam është që zgjedhjet e njëpasnjëshme nuk kanë me ndryshu shumë skenën elektorale, se momentin që partia vetëvendosje i merr 40-45 deputet, sipas asaj që i kom pa qysh punojnë në sy, qysh mendon kë, e bllokon edhe prap qeverinë, prap kuvendin, edhe që me shku në zgjedhje tjera që i shkon edhe më absurde se tash që po janë. Unë kjo po them jashta vendimit gjykatës kushtetuese, se nuk është detyra aty në me tregu çka ka menduar. Është qëndrimi juaj personal që është shqetësimi i jam jo që qysh. Sepse Abdi Gjiku duket disponent mirë, po thotë Vjosa Osmani do të jetë pjesë e këtij projekti, do ta bëjmë bashkimin e zgjatës, po rikthehet LDK-ja e madhe. Tash po pe 51%, nëse shkojnë në zgjedhje me 45 dite, pe 51%. Me pru në më pak se 40 deputat, është e vështirë. E në moment që i kanë 40 deputat plus, e blokojnë edhe proceset e tjera. Kjo është shqetësimi jam edhe që mendoj që është bukur real, se nuk jena këto me kallëzu prova. Shkurt. Po jena për me tregu, çka mundet me ndu më në 45 dita. Nëse zgjedhjet shtyhen në fund të korrikut, në fund të gushtit, atër kjo mundet me lonë edhe ma shumë hapësim për lojë. Kjo me kusht që qytetarët e shohin fajtor partinë më të madhe, me bo me ndodhë...